Koha e fundit për të falur namazin sabahut është lindja e diellit. Pra me agimin, imsakun, shton 20 minuta me qenë, si me thënë, me i qetë, dhe pas kësaj deri në kohën e lindjes diellit. Mund të jetë një tolerancë tek lindja e diellit, një 5 minutësh për shembull, po jo më shumë. Dhe me kaq mbyllet situata. E nëse njeriu çohet më vonë, nëse ka kaluar gjysmë ore nga lindja e diellit, mund ta fali. Nëse zgjohet 10 minuta mbas lindjes diellit, duhet presi derisa të kalojë gjysmë ore, pastaj e fal sunetet edhe farzin. Ajo që unë dua, si më thon, këshilloj është fakti që ka vëllezër ose motra që ju del gjumi mbas lindjes diellit, për shembull, ndodh. Dhe ai thot, përderisa më doli gjumi mbas lindjes diellit, do ta fal më vonë, kur të shkoj për punë, për shembull. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e saktë, nuk e shlyn sabahun në kohë vetëm se falja kur zgjohesh. Për shembull, lind dielli në orën, le të themi, për shembull në orën 6, për shembull, nuk po flasim për kohën tani, për shembull. Dhe i doli gjumi në 6:30, dhe ai thot sot është ditë e diel dhe jam pushim. Kur çohem nga ora 10, fal sabahun. Falja e sabahut në orën 10, për rastin fjalë është i pavlefshëm. Ky njeri del pa namaz. Ama nëse i del gjumi në 10, suçu fare, i doli gjumi në 10, dhe gjëja e parë që boni, mori abdes, fali sunetet dhe farzin, ti i quhet sikur e ka falë në kohë. Nëse ka bërë sebepet për zgjim. Nëse i ka bërë sebepet për zgjim, ka flet me merak, ka lënë zilen, ose i ka thonë diku që ta zgjojë, etj, ka flet herët, ka flet me njet, ka flet me frikë, kështu me radhë.